Në Galerinë e Artit Vilson Kilica në Fier u hap ekspozita e piktorit Arben Koliçi dhe skulptorit Eduard Meço, Tinguj dhe ngjyra. Gjatë ceremonisë së hapjes të pranishmit patën kënaqësinë të rrugtonin me emocionet e artistëve. Identitet të dallueshëm midis njëri tjetrit për të afërtat në përkushtimin ndaj thelbit që shkon përtej dukjes. Shijojeni këtë mbrëmje artistike miq dhe uroj që e bukur të ndajmë së bashku emocionet e një tjetër suksesi të artistëve fierar, të kurorzuar përmes kësaj ekspozite fryt i pasionit, talentit dhe përkushtimit të dy artistëve tanë, Arben Koliçi dhe Eduard Meço. E kam thënë edhe në takime të tjera, në ekspozita të tjera, se Bashkia e Fierit përmes Drejtorisë së Artit dhe të Kulturës dhe Turizmit mbështet artist mbar shqiptar dhe jo vetëm. Punimet e ekspozuara, skulpturat dhe grafikat paraqitën rritjen artistike të dy shokëve, dikur nxënës të liceut dhe sot pedagog dhe artist të pëlqyer. Projekti i ershëm për rreth 15 vite më parë, por me Edin ne jemi prej shkollës së mesme. Edhe kemi qenë gjithsesi bashkëlltarë të informimit tonë artistik. Dhe ishte edhe natyrshme që ne ta mendonim një bashkëpunim, siç edhe konkretizua me këtë ekspozitë sot, me ekspozitën e thelbit, Zdukjes dhe thelbit, ku skulptura e Edit dhe grafika ime besoj se kam bërë një ndërthurje të mirë dhe kam pasur një balans të mirë, duke qenë dy zhanre të ndryshme. Grafikës time kanë të bëjnë me atë që quhet mendimi metafizik i artistit, ku mund të sjelli objekte, subjekte të vendosura, të kompozuar aty ndonjëherë dhe pa sens, por në brendësinë e tij ai e ka të gjithë narrativën. Po të shihni, çdo vepër ka një subjekt që mund të jetë anija, mund të jetë peshorja, mund të jetë hudra, me gjitha me radhë. Është ekspozita ime e tretë në qytetin e Fierit, si një, po themi, qytetar i Fierit dhe si një artist. Është kënaqësi gjithmonë të ekspozosh në qytet. Unë ndaj dhe e preka, është rikthim, sepse prej disa vitesh unë jam larguar dhe jetoj në Tiranë. Dhe ndaj dhe është një kënaqësi e veçantë ky rikthim për këtë ekspozitë. Cikli me të cilin unë marr pjesë në këtë ekspozitë tingëllohet Tingulli dhe Forma. Janë motive të cilat e marrin inspirimin nga veglat muzikore dhe nga folklori, edhe kryesisht nga treva e myzeqes, të cilat janë munduar dhe janë trajtuar për të kthyer në skulptura parku. Kryesisht materialet që unë kam përdorur, po themi, janë materiale që ne i gjejmë edhe në zonë, të cilat i japin dhe identitet, siç është kallami, për të ardhur tek elementet, siç tham, folklorit, siç është fyelli dhe kështu me radhë. Përmes ngjyrave, formave dhe shpirtit që përcjellin veprat e tyre, artistët sollën një atmosferë frymëzuese që preku çdo ardashës të pranishëm. Artistët vazhdojnë të pasurojnë jetën kulturore dhe artistike të Fierit.